pari i vendit ton, i madhi dhe i vetmi, kryeministri Edi Rama, gjatë kësaj seance ishte mes dy zjarreve, pra mes vajzës apo babait dhe me lejen e babait zgjodhi të qëndronte me vajzën dhe nuk mori pjesë fizikisht në bordin e paqes me idenë që do marrë më mbrapa pjesë etj etj. Ti si e komenton këtë pjesëmarrjen e Shqipërisë në bordin e paqes, pavarësisht se Rama nuk ishte fizikisht? Sa kohën që ka në kurriz Ballukun, nuk merr pjesë aty. Nuk merr dot pjesë aty. Për sa kohë që ka Ballukun e kurriz. Për ta hedhur nga kurrizi Ballukun, është një peshë kaq e rëndë, nuk e di të ka rastisur ndonjëherë të kesh ndonjë peshë të rëndë atje. Ajo ja ka vënë kapçalin këtu në qafë dhe nuk pranon të zbresë. Balluku. Po flasim për investimin strategjik nga vajza Donald Trump në Shqipëri. Kjo është pozitive për ne apo negative? Patjetër pozitive. Të fshetat se dim ne kaq ne sa marrim vesh. Ata po mendojnë për mirën e shqiptarëve apo Po ku e dim ne vetë punë tash se dim. Mendimi im është që pjesëmarrja në atë të paqes është gjë e mirë. ardhin e vajzës Donald Trump në Shqipëri si investitore strategjike? Mirë bëri qerët. Inshallah na bën një gjë të mirë. Erdhi tërë fshatin qytet. Ama fshati e ka pronin e vetë atje. Këtu erdhi edhe kapi pronin tjera kuj. Jem në luftë civile, nuk ja fali kuj pronin time unë. I moren në dhonë. Pra ne, betëm viktima. A e kupton se këtu nuk ka paqe ma? Si burra fisnik, do një mendim shkurt për pjesëmarrjen e Edi Ramës në bordin e paqes i ftuar nga Donald Trump. Shkëlqyshëm. Ne të moshurit nuk po interesohet se fëmijët nuk kanë larguar. Shteti s'po interesohet dhe për që të gjos të ka rarë qafë, kjo e ramen qafë është. Për të mirën e njerëzit. Fizikisht ai si ishte? A bëri mirë që priti vajzën e Donald Trumpit dhe la bashkuar? Jo mirë, pa e bën shkëlqyshëm. Presidenti e Kosovës ishte, firmos. Presidenti i Kosovës. Ka Donald Trump. Lidhje fare me Kosovën kjo. Nuk ka lidhje me Kosovën. Jo, s'po them që ka lidhje, thjesht Kosova, një vend më i vogël se ne shkoi. Vëllezërit tanë kosovar shkuan firmosën te Donald Trump. Rama priti vajzën e tij këtu në Shqipëri, piu kafe, doli xhiro aty në Zvërnet. Ishte nisha jo. Po aja ka qenë planifikuar më shoku im. Aja ka qenë planifikuar më. Thelbi është Trumpi e pret tek vetëm atë tash. E morë vesh. e presi tek vetëm aty. Tek vetëm. Ja. Kjo është arritje për Shqipërinë. Jo shumë. Po jashtëzakonisht shumë. Nuk kanë kohë ata të merren me ju të moshuarit sepse po merren me investime strategjike. Po vjen Donald Trump në Shqipëri, do investoj. Vajza e tij në fakt. Këto janë gjëra që unë u apo të ngju se e po të prus fale i herë vazhda e Trumpit e po shet detin e skelit, të Shazanin. E ka marrë dhe Kjo po s'ka qenë ndryshe këto si di, këto të fullit nuk i di. pra joni pro që ta japim Sazanin. Ai nuk jepet, ai shfrytëzohet. Pengje të vetvetes apo pengje të tjerëve, unë rri pengje tjetëri. Kot. Pra sot, që po të përmendni shumë tjera, e tjera, sa që bëj çudi, more, qa fitova. A mendon se ka kapaciteti menaxherial Shqipëria që të menaxhojë investitor kaq strategjik sa që është Donald Trump? Mendon se do ja arrijë që Unë kam bine se ta menaxhojë situatën mirë? ne kemi hyrë në pozicione tepër të mrekullueshme. Kemi hyrë. Sa do jemi në gjendje të mbajmë, pastaj do t'i verifikoj koha, i verifikon, i jep koha. Por, unë kam bine që ne kemi një diçka pozitive. Kemi një vend strategjik, një klim mjaft simpatike, kemi edhe dashamirë që na duan, po një kosisht, edhe armiq patjetër. Ka një gjë pozitive. Politika jo në këtë periudhë po ecën mjaft mirë. Pjesëmarrjen e Edi Ramës në bordin e paqes si e vlerëson? Pozitiv. Mos janë ata që mbijetuan në kohën e Hitlerit, zinin kur të fusin kokën? Për mirë. Po. Pra po bën punë të mira. Patjetër. Vajza Trump erdhi këtu, do investoj shumë. Themi se mirë. Po për gazën kur do flitet një ditë? Ja, dhe mblidhet bordi avash avash. Mas Lodhën gjitha kryeministrat e 100 vjetëve. shtetit, presidentët. Paqja nuk vjen me 1 miliard duke shparosur 40% e popullit që s'ka asnjë lloj paje. Politikat janë të gabuara, njerëzit duhet të hapin syt. Nga t'i hapin syt? Që mos i Ne vjedhin. këtu në Shqipëri, nga t'i kthejmë syt? Çfarë shikojmë? Ne nga t'i kthejmë syt. Nga realiteti. Jo nga raja e shpatullave. Gomarit i themi deputet. Respekte, kjo ishte mbyllje perfekte. Dhe ata bëjnë
qef pallariu. I Me pari. gjenjë një deputet të varfër. Me gjenjë njerin të varfër ti. Ti këtu ka gje brenda, apo s'ka gje brenda ki portofoli, aty luhet gjithçka. Sa ti pas ka ilaçe. Po ilaçe ka sepse nuk kemi lekë dhe i përballojmë me ilaçe mungesën. Si shumë të tjerë, bre, se mos jam unë i vetmi. Sot ka kuvend, po zihen ata atje. Herën e fundit, pra një seancë më para, prapë në kuvendin e Shqipërisë, prapë u zonë, bën çerr, luftë, si përfundim shkuan dhe votuan. Votuan për bordin e paqes. Bordin e paqes. Votuan edhe për amnistin penale. Votuan edhe për amnistin fiskale. Votuan edhe për kodin zgjedhor. Votuan edhe për bashkë, të gjitha. Votuan edhe për diasporën. Pra bashkë. Pse u zonë? Po pse u zonë? Tani të bëjmë llogarinë, se në fund bëjmë llogari. Kur shkosh ti pasi të kesh dhe në këtë intervistë, do vesh atje dhe do marrësh rrugën për atë që do, se te leku bëhet fjala. Tani, sa kishin shpenzuar për udhëtime deputetët e parlamentit shqiptar? 3 miliardë e 500 milion lekë. E morët vesh udhëtime njëra tjetra. Të gjitha ata që zihen atje, jo kontraceptivët, po edhe prezervativët i blejnë me lekët tona. Besojeni këte që ju them unë. Dëgjojeni këte, provojeni këte. Do thua shti pa hema t'i laverë si do e blej, se nuk e qonë do të kontraceptiv apo prezervativ. E shkruan në ndryshe, e shkruan analgjezik. I jep 20 euro, 5 euro e jep me tepër, që ti maskoj veprimet, po të marrë me të voglën. Asgjë në botë nuk e blejnë me lekun e tyre. Çdo gjë me lekun e këtij populli fukara. Po prandaj mi berë. Dhe bëjnë atje si kur grinden gjithë ditën, pastaj ne, kur dalin nga parlamenti, i ke duke biseduar, e shkojnë mollë ftua bashkë, kudo, se kështu kanë shkuar në 35 vjetë. Kanë gjetur një popull budalla që rrinë e grindet për ata, dhe ata bëjnë qef pallariu. Si e komentoni pjesëmarrjen e vajzës Donald Trump si investitore strategjike në Shqipëri? Na në Kosovë i shikojmë disa gjëra më ndryshe. Ju jeni kosovar? Po. Si e shikoni Shqipërinë nga Kosova? Shqipërinë apo vajzën e Trumpit? Shqipërinë, pastaj vajzën e Trumpit, ose marrëdhënia e Ramës me Trump. Fort nuk na brengoske. Neve na brengoske Bashkimi Kombëtar i Kosovës me Shqipërinë, edhe kjo është. S'ka që Rama s'po e bën. Jo, nuk e them këtë. Të gjithë rilindafi deri të tjerët kanë punuar në këtë drejtim. Përveç këtij toni? Përveç Enver Hoxhës. Qofshi mirë, faleminderit. Kaloni mirë. Konceptimi i njerëzve në këtë temë mjaft interesante që ti po trajton është i ndryshëm, sepse njerëzit e shikojnë me syrin e vetë secili. Unë e shikoj me një sy shumë pozitiv. Pse? Trump sot për sot është lider botëror. Pse? Është roli, pozicioni i Shtetit Amerikan. Trump me të vërtet po të regon një potencë të mrekullueshme sa intelektuale, potencë edhe në fushat e tjera, edhe ushtarake, edhe të mendimit intelektual, edhe të ligjit, edhe të shtetit. Mirë po, edhe në Shqipërisë ka një diçka shumë të madhe, ka një rritje Shqipëria. Mos këtu ka diçka që nuk shkon, jo morë ka diçka shumë pozitive. Është roli i kujt, i drejtuesit të shtetit. Rama po dërgohet një vlerë të vërtet dhe potenca intelektuale. Pavarësisht se sa nuk e duan. Disa thonë po e shit, disa janë të kundërt, disa janë të kundërt. Unë pyes si shtetas, si qytetar, kam jetuar në këtë shtet. Kam dhënë jetën dhe vazhdoj ta jap me qejf për këtë shtet. Kam krenari që jam shqiptar. Por një gjë kam sot, një pyetje. Arri pengun, po kam shumë vjet. Pse? Edhe pyes. Kam shkruar, kam punuar, kam bërë. Kam pasë vlerat e mira. Po mirë, pse një grup njerëzish që kanë gjithmonë vetëm ato? Për çfarë shquhen vetëm ato? Pse që kanë disa të shkruar vetëm ato, jemi vetëm ne?